proces të hartimit edhe të kushtetutës së Kosovës ose si obligime që kanë dalë nga pakoja atësore. Deshte mos deshte na duhet fajtohemi me disa gjana, të cilat janë në interes të Republikës së Kosovës. Jo të interes të politika auditore, populizmit të skajshëm të cilin vetëm është duke dëmtuar ta quaj edhe legitimitetin tonë si deputet të Kuvendit të Kosovës e mbi të gjitha edhe të asaj ecjes fuqizimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës. Kjo sjellje Po, do ta vijojmë më tutje se e kam edhe Arbo Rexhën, po do ta vijojmë më tutje në kuadër të kësaj, vis-a-vis këtij argumentimi tuaj. Ndjes sepse u ndërpreva, ju lutem përfundojeni deri në fund të ndim pastaj do ta. Unë nuk kisha dashur nga askusht që të quhet që është legitimitet i vetos, sepse komuniteti serb tashmë e dimi ka të parashkruara edhe në kushtetutën e Kosovës të drejtat e saj, të cilat ne i kemi pranuar. I kemi pranuar si bërështetas, i kemi pranuar si ndërtues të demokracisë së re, të fuqizimit të shtetësisë së Kosovës, por ne nuk i pranojmë sjelljet ekstremiste ta quaj kështu, edhe është pak e zëshme të sanohet ku nuk na pëlqejnë ose nuk janë në favor edhe as të asaj që quajmë pranueshmërinë të shtetësisë së Kosovës, por ne duhet të punojmë bashkërisht. Unë kam thënë shpesh herë, ne nuk jemi aty për dëshirën tonë personale, ne jemi aty me përfaqësu interesin e Kosovës dhe interesin e qytetarëve të Kosovës. Zemaj, nëse i referohemi, vetëm pak, nëse i referohemi dy pikave kryesore, ai bën thirrje me një farë forme gjithë kuvendarëve që të votojnë në pako, pra që të votojnë gjithë edhe natyrisht me këtë përfshirë edhe kandidatin e listës sërbe që i bie sepse ata e kanë shumicën e votës. Dhe si do të veprone, si do vepronte subjekti juaj politik ose ju, çfarë mendoni se do duhet bëni? Në çdo vendim të gjykatës kushtetuese, na u ka vizatu ta quaj kështu shprehjesisht që është obligim i deputetëve ta konstituojnë kuvendin edhe legjislaturën e re. Po. Domethënë, ju keni pa edhe në vendimet paraprake, pika e parë edhe aty ku shpjegohet, domethënë edhe deri te implementimi i këtij vendimi, letë që deputetët e kanë për obligim konstituimin e kuvendit. Unë sot ne do të shohim vendimin e plot, duhet kemi durim, unë ju kisha lutur edhe juve dhe gjithë kolegëve të mi, se po shoh edhe interpretimet tash që kanë filluar qarkullojnë, ta shohim edhe interpretimin e plot, edhe parashkrimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Ajo që është evident është që kanë mbetur 12 ditë nga ajo pjesa obligative e konstituimit të kuvendit, edhe nuk do të dëshiroja që të futemi në krizë kushtetuese për shkak edhe të zgjedhjeve që janë zgjedhjeve lokale e shprehimisht shohim ndoshta që është zgjedhje edhe zgjedhjet parlamentare. U tha që kjo mund të prodhojë edhe zgjedhje të reja parlamentare, zoti Zema, dhe nga ana tjetër e diskutuam idenë çka nëse çon faktori ndërkombëtar, amerikanët e kërkojnë votimin dhe e kërkojnë me ngull, me bëjnë një lloj trysnie për të votuar qoftë edhe kandidatin e listës sërbe marr parasysh që është një situatë. Po mundona mos me fol si opozitor në kuptimin e kundërshtimit të shumicës së kuvendore, po mendoj që kjo sjellje e drejtanishme e ka dëmtuar shumë, sidomos ato që ne e quajmë partneritet, pavarësisht arsyetimeve që domosdoshmërisht më shumë janë për interes ditëpor se sa për interes të Republikës së Kosovës. Andaj, sidomos edhe deklaratat e fundit që lidhen edhe me këtë procesin e konstituimit të kuvendit ose lidhen edhe me sjelljen ndaj grupeve minoritare që ne ekskluzivisht është duke folur për një parti politike siç është Lista e Serbëve, as nuk do të dëshiroja që ta shoh spektrin politik shqiptar të përqarë në këtë drejtim, as të ndarë, por të vendosur edhe mos me i dhonë rëndësie, sepse sjellja e shumicës është aq shumë është duke i dhonë rëndësie ninën kryetari të një liste serbe që ne tash gjithë e tim, sjelljen e saj, mënyrën e interpretimit edhe të kushtetutës edhe të ligjeve, edhe raportin që e ka me Vučićin, ai është një nga 5 anëtarët e kryesisë që asnjë relevancë, asnjë ndikim nuk e ka në punën e kuvendit, as në ndërhyrjen kushtetuese në raport me legjislacionin, as me kryesimin e parlamentit, edhe mos flas për vendimet që